Spektakli Champions League rikthehej sonte në mbrëmje me duelet e para çerk finale, të cilat premtojnë spektakël. Dy ndeshje të niveleve të larta që premtojnë shumë emocione. Të gjithë syt do të jenë drejtuar drejt meniut, aty ku Bayerni kompani sfidon Interin e Inzagit. Një përballje që ka gjithçka, histori, rivalitet dhe shumë mungesa. Bavarizët vinë me informacion të cunguar, pasi do të kenë mungesa të mëdha si Neuer, Upamecano, Davies dhe Musiala. Ndërkohë që edhe Harry Kane mbetet në pikpyetje për shkak të një gjendje fizike jo shumë optimale. Nga ana tjetër dhe Interi nuk është në ditët më të mira. Dumfries, Zielinski dhe Taremi janë jashtë, ndërkohë që mbeten në dyshim dhe Çalhanoğlu e Di Marco. Pozitive është rikthimi i bastonit, ndërkohë që Christian Aslani nuk do të jetë për shkak kartonash. Bayerni ka një bilans pozitiv në italianëve duke fituar 2 përballjet e fundit në fazën e grupeve. Në Londër pritet një tjetër supersfidë mes Arsenalit që pret Real Madridin në Emirates Stadium. Skuadra Ancelotti nuk vjen në formë më të mirë pas një disfatesh gënjyese ndaj Valencias. Arteta nga ana tjetër duhet të përballojë mungesa të rëndësishme, veçanërisht në sulm atje ku nuk do të jenë Havertz, Gabriel Jesus dhe Sterling.